Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi qeverinë si përgjegjëse kryesore për çmimin e lartë të naftës. Në konferencën me gazetarët, Berisha denoncoi se çmimi i naftës në Shqipëri është 60% më shtrenjtë se në vendet e rajonit, pikërisht për shkak të taksave të qeverisë dhe kontrabandës së naftës, paratë të cilave sipas kryedemokratit shkojnë në xhepat e familjes Rama. Çmimi i naftës në vendin ku gjenden fushat më të mëdha në Europë naftëmbajtëse në tokë, Patos Marizi, me 6 miliard fuqi, me një sëri portësh për importin. Në Shqipëri, ky çmim te i kalon me 60% çmimin e naftës në Maqedoni dhe në Kosovë. Disa janë faktorët më kryesorë të këtij çmimi. Ngarkesa fiskale mbi litrin e naftës në Shqipëri është një gjobë e tmerrshme që rëndon mbi shqiptarët. Faktori i dytë madhor është kontrabanda e naftës. 350.000 ton naftë kontraband hyn në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. 410 milion euro, që të gjitha shkojnë në familjen e kryekontrollorit të kontrabandës që quhet Edi Rama, bashkëpunimin e Edi Ramës me kompanitë e naftës në çmimet stratosferike. Berisha tha se çmimi i lartë i karburanteve nuk prek vetëm ata që kanë vetura, por të gjithë shqiptarët, për shkak të efektit zinxhir që sjell në rritjen e çmimit të ushqimeve. Lideri i opozitës njoftoi se Partia Demokratike ka gati paketën e masave që synon uljen e barrës fiskale mbi naftën. Çmimi i lartë i naftës nuk prek vetëm ata që kanë vetura, po prek çdo qytetar. Me çmimin e ushqimeve, Partia Demokratike ka gati paketën e programit të saj, me të cilin ajo vendos mbi naftën të njëjtën ngarkesë fiskale që ka Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Do e paraqesim prap dhe i garantoj shqiptarët se ajo do bëhet realitet me ardhjen pushtet të kësaj partie. Në komunikimin me gazetarët, Berisha thënë se opozita është e vendosur të vijojë kryengritjen paqësore me forma të reja proteste, ndërsa paralajmëroi Edi Ramën se nuk do t'i shpëtojë vullnetit të qytetarëve. Që stilin e kryengritjes paqësore ta vazhdoj me vendosmërinë më të madhe dhe se nuk do toleroj kurrë që i dysha hajdutësh të vazhdojnë të vjedhin të pamgopur. Edi Rama vërtet në një betejë me një prokuror guximtar përdori gjithë pushtetin ekzekutiv për të mposhtur dhe për ta vënë tani siç del në pakt në kontroll total spaku, por s'do mund ver kurrë në kontroll vullnetin e qytetarëve shqiptar. Ftoj shqiptarët në datën dhe orën e caktuar që do jetë shumë e shpejt të dalim në shesh në kryengritjen më të fuqishme që të çojë Shqipërinë drejt fitores. Kryedemokrati kishte një qëndrim të prerë lidhur me projekt ligjin e Partisë Socialiste për referendumet. Por ne të votojmë në mënyrë të njëanshme ligjet Partisë Socialiste, nuk votojmë asnjë. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama përpiqet me shashka të mbulojë vjedhjet që ka bërë, përpiqet të mashtrojë shqiptarë se duke shkurtuar 40 deputet, po i bën të lumtur